Shikues të emisionit Uniko, sot postojmë drejt fshatit Batër, njësia administrative Fan, Bashkia Mirdit. Aty ku do flasim për 20 apo 30 bim kanabisativa të sekuestruara nga policia në korrik të vitit 2024. Një person u arrestua nga policia në moment dhe një tjetër u shpall në kërkim, por familjarët e personit të shpallur në kërkim, e më konkretisht, shtetasit Mirë Marku, pretendojnë se s'ka asnjë provë që e implikon të afërmin e tyre në këtë veprimtari. Ndërkohë nga ana tjetër, babai i personi që është shkapur në parcel, Endri Çupit, rrëfen detaje se përse i biri u përfshi në veprimtari kriminale. Ka shumë pikpyetje për këtë operacion policor, e veçanërisht kur e vën në kontekstin e përgjimeve që ka patur SPAK për drejtues policie në vitin 2020 apo 2021, të cilët drejtues policisë Qarkut Lezhë dhe apo shefa komisariatën Mirdit që ndihmonin organizata kriminale për të kultivuar me hektar kanabis sativa. Nga ana tjetër, me 20 apo 30 bim, qytetar dhe banor të thjeshtë të fshatrave të thellë të Mirditës arrestohen dhe të tjerë prej tyre akuzohen me pa të drejtë. Personi që shkapur në parcel e ka pranuar fajsin dhe ka thënë që kam qenë unë ai që e kam kultivuar. Nga ana tjetër, policia vetëm me fjalë, pas një provë, siç do ta shikoni në këtë material, por të cilin do t'ju sjell më shumë detaje, ka ngritur një akuzë të cilën nuk e mbështet askund. Por për më shumë na ndiqni në këtë material. Tu është parcela? Po. Të tjerë që janë kap mbrapa, më s'kam marrë natën, më ato në makinë më kanë shku rrokull, këtë buka makinës më ne. Më tjetër në kapalin sipër. Ona si kam pas. Parcel tjetër sipër. Po. Këtu kanë kap sa? Po 23 cup. 23 rroj. Edhe unë garantoj si babi Hendrit, Po. garantoj. Prandaj se si ka thënë ai, ma shumë ta bjen e pa bamja se e bamja. Këta e ka bën, e ka pranuar që e kanë bën. Por tjerat s'ka fe lidhje në botën tonë. Garantoj unë që nuk ka lidhje as me jetë Mirë Markun. Po mirë, këtë e thoni se jeni e thoni me përgjegjësi të plot. Garantoj me jetë. Po dul provë. Po dul provë. Po dul një provë ma vogla që janë bashkëpunime me mira me kado. Ose në lidhje me përgjigje të tjera. Garantoj me bën edhe 2 fikshin burgut. Plus djalit, ai tet edhe unë do bëj 2 fikshin burgut. Djali këtu. Për çfarë arsye ka pas me e mbjell? Do të thonë 23 rroj thoni ju. Pjesën tjetër nuk dihet kush e ka pas, apo jo? Pjesa tjetër ose pjesa tjetër, ajo sipër, amator as nuk e di, as nuk besoj, as nuk e di. Amali i zotit nuk ka këtë e privatizuar se Prona këtu e kujt është? Që pronë sa bel normal. e zotit. Ë? Sa bel normal. Nuk është se është e dikujt. Tani djali kishte thonë ty që kishte duku marrë me këtë punë? Ja, djali nuk më tregoj. Sa e djali jarë, niti, ai ka 5 vjeç që në Shqipëri fare. Ka qenë jashtë. Qenë në Itali, erë në Shqipëri, hiku, ju mosh me amik për Angli, hiku në Angli, aty u smu, kishte pas që këtu. Probleme shëndetësore? Po, ata supervizita, apo këto nuk e diktoj kush, ku hiku atje, pas në kokë, tip të morri, ashtu. Endri apo? Endri vetë. Po, se më qatë djallë kam. Po? Edhe hiku në Angli, s'fill mas 2 munë që ka ik atje, ky nuk pa ma në shikimin, bani vizitë për shikimin edhe i doli ajo diagnozishte. Kjo quhet gjanra hipofize quhet në shkencëtore, pas tip të morri, poshtë trunit. Edhe bën atje bërim, pas gjatë një vit e ca, pa punë erdhi kënej. Aplikoj me ik me ushtrinë në muajin mars, mos gaboj me 19 mars, vitin që kaloi. Se ky ka funin anor në 10 orë. Në mars me ik me ushtrinë. Ka në nëntor të 2023-shit, në mars 2024 s'aplikoi për ushtrinë. Po, me 19 mars. Nuk e pranon? Jo, ata pranon, si mund nuk e gjitha, edhe kur bën vizitën, i thot doktoreha që nuk janë tamam në ato pikat që. Po? Edhe thot le për sot për ma vonë, për gjë për ndjesht. Çat vesh pa punë, çat do bëni? Ishte pa punë. Pa punë. Edhe pa punë, jam vetë pa punë, jam më pa punë. Me çfarë jetoni këtu? Unë jam më bлекtori, do
Tu jemi në djele. fshatin Batër Batër. të Mirditës. Batër. Po pyetja është sa familje kanë bet? Këtu 3 shtëpi jena. Ekonomia me çfarë bëhet? Ekonomia me qa të bëhet. Në lop, në derë, në pul, në dele, të. Kaq. Unë për vete dhe asen s'kam, kam një makinë që pa makinë të je këtë. Bile shumë e përdor edhe për ambulancë, atë tjetri me kaq bora i smune do shkojë mi anë. Bllokohet rruga ndipër këtu? Bllokohet, po fjalë këtu manë është. Kur e kanë kapë Endrin? Edhe ku ka për halit qenë? makinës, s'japin edhe një ekonomike, të imagjino. Stjapin. Jo. Ka 8 vite që s'kam. Se ka makinë shumë Sa makinë. fëmijë ke? Unë kam 3, kam djalin të madhin dhe 2 goca. Po Goca kam martuar edhe djalin. Edhe Endri. Është në burg sot? në burg, bani 9 muaj që është në burg. Tani atë ditë ku e kanë kapë djalin? Këtu bashkë po më vetë me këtu. Këtu poshtë. Po policia nga ka ardhur. Policia nuk e di. Me qa shumë ato kanë nga poshtë, kanë me qa di, s'është me ta. Po me qa di kanë ndërruar të ditën, ato kanë pa, me qa kam kuptuar me qa kanë djali, ato kanë pa edhe lëvizje tjera. Se këtu ndoshta s'ka lëvizje djalim. Që kanë një rrugë se rrugë, Kjo rruga këtu. Kjo rrugë lidh fshat me fshat. Kjo rrugë të Kjo shkon në këtu? autostradë, po rrugë shumë të lidh fshat me fshat. Në autostradë, bie. Pra, ndoshta ai kanë aty, ka pa tjetër kalu malit. Unë që kanë pa ta malin. Po mirë, policia thotë që kanë qenë 2 persona. 2 persona, thotë djali jot. Edhe më mbrapa është identifikuar oficeri i policisë, Vladimir Lasku, thotë që ka qenë dhe Jetmir Marku. Tani Jetmir Marku sa për dini jam, Po. Jetmir Marku një ditë ka qenë duke bën vaksinën e çunit në Rreshen. Po. Po do më gjetë i Gjan, se ka numër regjistri, për sa pas Okej. ka Gjan i Gjan, një që kjo është kërcënuar. është kryesuar. Ai Momentin ka ndarë krahasisht. Ka Okej. ndarë kjo ke shtëpinë, ka ke kushinë, që kam një kushinë që vjen rri. Po. Për shef gjatë. kur erdhi policia ju bën kontrollin, erdhi Jetmir i ke ju? Jetmir ka qenë ke shtëpia kushinit. Po, erdhi. S'ka pas. S'ka pas. Po, kanë aty. Po. Dhe kanë aty mbi gjysori. Ka taku dhe policët e këto? Jo, policia s'ka taku, se policia kanë në deportim. Po, Ky ka qenë distancë. Po, qartë. nisëm në bord kupshisë kushinit. Po mirë, Edhe djali ky ka ikë në punë vetë qetësisht pa digjon. personi dytë thot është identifikuar. Ndërkohë djalit tënd i kanë treguar dhe video. Nga çfarë distancë e kanë filmuar? Ndje ta dërgoj disa se djerim ka qenë ai, po më ka dërguar, ai ka tek punë, në verifikë dhe kanë tek punë. Por si e njoftoi policia kapjen e Endri Çupit në komunikatën për media në muajin korrik të vitit 2024. Si rezultati një hetimi disa javor në bashkëpunim me prokurorinë e Lezhës, shërbimet e komisariatit Mirdit në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit në Drejtorinë Vendore e Policisë Lezhë finalizuan me sukses operacionin e koduar 7. Si rezultati i këtij operacioni, u arrestuan në flagrancë shtetasi Endri Çupi, 27 vjeç, banues në fshatin Batër, njësia administrative Fan, Bashkia Mirdit, i dyshuar për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike e kryer në bashkëpunim. Ky shtetas dyshohet se në hapësirën e pyllit në afërsi të fshatit të tij në vendin e quajtur Porroj Batrajve, kishte kultivuar në 7 parcela të ndryshme në distancë nga njëra tjetra 374 bimë kanabis sativa. Gjatë operacionit ky shtetas u kap në flagrancë në njërin nga parcelat duke u kujdesur për bimët narkotike në orët e vona të mbrëmjes. Gjithashtu pas një pune intensive hetimore, është arritur të identifikohet i dyshuari si bashkautor në këtë aktivitet kriminal shtetasi Jetmir Marku, 33 vjeç, banues në fshatin Xhuxh, njësia administrative Fan, Bashkia Mirdit, i dyshuar për veprën penale e kultivimi i bimëve narkotike e kryer në bashkëpunim ku vijon puna për kapjen e tij. Në vijim të hetimeve proceduriale nga policia, gjatë kontrollit të banesës së shtetasit Endri Çupi, është sekuestruar një armë gjahu çifte pa leje, si dhe është bërë bllokimi po një arme tjetër gjahu me leje. Në vijim të operacionit u procedua penalisht për shpërdorim detyre shtetasi SG me detyrë kryeplak i fshatit Batër. Ky shtetas dyshohet se nuk ka kryer detyrën e tij funksionale në zonën që mbulon. Mu avokati më pa thënë që kanë ndarë tash në gishtave, se tash çdo Po. Tu nuk di, tu ndoshta kanë pas edhe 10 parcela. Ku digjon? Unë thash atë që pasion hem edhe për ta mbaj përgjegjësi që ata ka pas edhe ka pas. Edhe unë thash tjerë, ma shumë ma ka po unë gusht që e pa bëme që e bëme, që kam bëme. Ne ka pranuar. Këtë pa bëme kanë vinë. Me thot, avokati, thot, kanë ndarë shete gishtave, e di shumë mirë. Edhe ata humën për 3 ditë. Thot jo, thot, ka gatrujt policë, thot, ka prek, thot. Po, dilçin. Po edhe kanë dalë policit. Në një kohë që kanë këtë fresë, se a bën kjo punë apo për natë.
Kjo punë, a kupton? Çdo parcelë ka prej natë, janë kap 7-8, ku gjën sa kap tjera. Po mirë, janë kap 7-8 tu, po jo Edhe jo në unë gjithë kam zonën. garantuar, në qoftë se djalim ka prek kët, egzoft djalim. Po nëse ka prek ata djalim çmund ka me ata. Unë kam. Ati kanë lëndë të tjera, ti kanë lëndë parcelat e tjera? Nuk e di çka kanë bërë, i kanë kap tjerat, po s'kan kap autor. Po mirë, ja kanë lëndë djalit tat apo i kanë lëndë Ja kanë vetëm pa këta? djalit tim pra. Edhe ato tjerat? Me gjithë vallë këtij. Me gjithë vallë këtij pra. Që vallë këtij ka rrezik se nuk ka një vit që ka shkel edhe se Jo, kuptoj. edhe nëse ka shkel jetën e vet të dënohet. Nëse ka shkel me kom, jetën e vet vllajën tu. Ti je vllai i Jetmirit. Jetmirit, po. Po, edhe unë them nëse vllajim e ka shkel në jetën e vet. Këtë vend me kom, të dënojnë maksimum, s'ka problem. Po mirë, pra policia thot Vladimir Lasku, një nga oficerët që ka Po. bërë veprimet, thot sipas hetimeve, veprimeve me drone të gjitha, është bërë këshyrja më pastat dhe del që është Jetmir Marku personi i dytë. Po, Tani si e ka identifikuar? A mund ta shpjegosh çfarë provash kanë? E ka identifikuar ai Vladimir Lasku sipas mendimit vet. Pse sipas mendimit? Sipas mendimit Nga vet. pse tha emrin e Jetmirit jo një emër tjetër? Po, tani ai ka pyet se ku ka filoni. Ai ka pas Jetmir Markun, ai ka pas 30 minuta, e ka pas ball për ball 20 metra distancë. Po, Edhe ka pyet ku ka filoni. Ky personi këtu i ka thënë Jetmir Marku. po, Ku ka shtëpinë, ka shtëpinë tillën vend. okay. Kanë arë shtëpia, kanë bën kontroll e gjitha, nuk kanë gjetë gjë. S'kan pasur me gjet. Edhe e kanë zërë në kërkim. E kanë taku Jetmirin atë natë? Jo, Policia kur ka bërë kontrollet, jo, se ka taku. jo, se ka të kufare. Afër policisë ka qenë? Ka qenë ke shtëpia kur kanë arrestuar Endrin, Po, ka qenë Jetmiri 20 metra ka ardha ka net, mas e kanë arrestuar Endrin. po, Ka policia dhe kanë pruar Endrin ke shtëpia vet. okay. Edhe miri ka shku ke komshi tjetër, Po. 20 metra distancë, Mhm. shtëpia me shtëpinë. Edhe Okej. kanë mbi një gjysor aty. E ka marrë vesh që është arrestuar Endri e më radhë. Po, edhe kur ka një gjuhë krismat armë, edhe ka thënë çfarë Se, bën, kupton? kush ka qellu marrë? Policia. Ah, për të udërzu. Po, ka Okej. qenë policia. Kur ka ardhur Endri ke shtëpia me policinë, ka vllai nga shtëpia, ka ardhur ke kushini vet. Po. Ke i komshi aty. Okej. Edhe kanë mbi një gjysor aty. Okej. Ka hike policia, edhe ka marrë informacion kush ka filan Fisteku dhe kanë thënë është Jetmir Marku. Po, Edhe policia nga aty ka kalu tek shtëpia ime. okay. Është kontrollu shtëpia atë ditë. Po, kontrollu Okej. shtëpia, kontrollu. Jetmiri ndërkohë ishte ke komshiu. Jo, Jetmiri ka neti gjysore. Po, ka hik. Aty për ball me policinë. Okej. Pastaj ka hik ke shtëpia vet Jetmiri. Po. Pa cënu kush, Okej. pa një kush, pa e thënë kur kush asnjë Okej. gjë. Ka hik kështu, normalisht. Shtëpia juaj me shtëpinë e Jetmirit është larg apo të jeni në një shtëpi? Jo, jena mi shtëpina, në Okej. vllazën, për shemb, po shtëpia Markut, të shtëpia e Endrit, Okej. sa është arrestuar, është rreth 500 metra. Po distancë. kontrolli pastaj ke shtëpia juaj, kur është bë atë natë? Atë natë, Ka qenë Jetmiri aty? jo. Pse? Po, Jetmiri ka hik në fond në qendër me motor. Ka hik për cilën arsye? Ka hik për arsyen se ka pa bë vaksinën. Të Vaksinën e djalit. të djalit Edhe vogël. po ka hik me marrë në Sa shokën e gjan. sa vjeç e ka? Djali i madh është 5 vjeç, kurse atë ditë se kanë arrestuar Endrin, ka qenë në Rrashan duke bën vaksinën e djalit vogël, Po. 3 muajsh. Del ka hik- kjo. Po, është e faktuar, është me dokument. Dokumenta, po. Edhe ka hik me marrë në ilash në gjë. Edhe ka marrë telefon policia merr me bën sqarim. I ka thënë vi vet. Po. E sqaron vet, vi vet në Rrashan e baj sqarimin. Okej. Të nesmen e kanë nxjerrë në kërkim, e ka bën bashkëpunëtor me ndërshupin, pa qenë, E kanë nxjerrë lajme thua. lajme. Po, që Edhe Jetmiri. ka pas frikë mu dorëzu pa u zbardosja, pa Sot vllai juaj është në kërkim? po. Ka frikë dorëzohet? Ka frikë dorëzohet deri kur t'japet drejtësia kur dale e vërteta. Çfarë pretendoni ju si familja e Jetmirit? Ne pretendojmë të dale e vërteta. Kush është e vërtetë? E vërteta ase me Ender Shupin nuk ka një kategorike as si marrëdhënie pune. Për Po, vetëm mirë. se janë fshatarë. Dalim pak më lart. A dini ju dhe policia po pyes, të vërtetën se kush është personi i dytë që shoqëronte? Ender Shupi është ka pas parcelën këtu. Po. Për hallet e veta për ekonomike. Që ju Tani- s'keni ditë gjë apo keni ditë gjë? Po s'di më gjana se ç'a bën Ender, se nuk tregon kush punët e veta. Qartë. Ka gjë cili ka punët e veta. Tani këtu mund të kalojë kushdo, sa është lidhet fshatra me fshatra. Okej. Se ç'a filmon Vladimir Lasku ta nxjerrë. Ku ka? S'ka. Ja ka tregu dikujt atë filmim? E ka sjell si provë tek ju? Po, Po? nuk e ka dorëzuar në prokurori. E ka ai. Se kushtohet telefoni. E din, pa ju kërkoni që të dalë kjo video dhe të Po, vetëm identifikohet? dalë, po, E din ata se kush është personi i vërtet? Policia. Po. Ato e kanë bën hamendësime se s'ka person tjetër.
S'ka person dytë? Jo, s'ka person tjetër. Me që ndo kishin filmu Endrin, po t'ishte, a kanë kap Endrin parcel, pse s'ka kanë kap veti dyti? Ose veti treti, ose veti pesi, sa dënë Vladimir Lasku me shto, ose Paulin Shpani, të dy bashkëpunëtorë. Po çfarë është interesi? Pse është interesi për ta implikuar vllajën tuaj? Keni ndonjë dyshim, keni ndonjëherë? Unë nuk kam dyshim, unë mendoj se vetëm për ta bërë bujë dhe për të ngritë gradat Vladimir Lasku. Për i shef krimesh, mu bë më i madh. Vladimir Lasku erdhe ka bën damet e gjanët tonë për të ngritë në detyrë. Vladimir Lasku dale, ose shteti, ose prokuria, ose gjykata, kushte dohet të marrë telefonin e vllajt tim. Nëse vllai im ta kalu këtu. Tabulatet me sa pa mbledhrat nuk dilte që ishin këto. Nuk ka si me dal, ku do dalej? Do vetëm Po mirë, një prej policëve thotë që kam fol me babain tënd dhe thotë që më ka thënë baba juaj që djali im ka qenë me Endrin atë ditë. Pra, jetë miri ka qenë me Endrin. A ka dëshmu baba jot, ka firmos si proces verbal? Në mënyrë kategorike. Vetëm që si ka firmos se policia vet. Ke letrat që keni marrë ju, del në një firmë, në një deklaratë e tillë babait tënd? Është marrë ndonjëherë në pyetje baba jot? Asnjëherë, asnjë lloj pyetje. Fare. Asnjë, se nuk ka si me dhënë deklarat babaim një gjë pa qenë. Si do bëjë deklarat babaim? A ka bab se ban për fëmin, i deklarat tillë. Po mi ku e ka bazuar polici këtë deklaratë? Policia e ka bazuar për arsyet e veta, për të bënë diçka sa më të madhe. Kto kanë parcela? Tu? Kto ka pa? Kam qenë rrethume, se kanë me gjestë, nuk ka fushë, pa punën. E rrethume gjitha kjo, po? Jo rrethume, po s'ka me gjestë, jo me pas fushpone. A kupton, jo pas fushpone. Kuptoj. Këtu ja se duken dhe vendet e gropave, që kanë qenë të hapura. Po. Ha? Po. E jet 3. 1, 2, 3. Këtu pjesa këtu, domethënë këtu kanë qenë të 22-ta? Po, diku. Ja, dhe kjo tjetra 4, 5, 6, 7, rrath. Jo, them çka ka policia. Si që kanë dhe zorat e ujit. Paka shumë këtu ka, ato kanë qenë kanë edhe këtu. Ka ujë poshtë? Për këto 22 rrojnë akuzohet për bashkëpunim. Unë garantoj një gjë është. Rrezikon djali 5 deri në 10 vjet për këtë vepër, për 22 rrojnë kanabis sativa, 5 deri në 10 vjet burg, ë? Unë të thash edhe një herë. Ai duket e ashtë për legjislacioni? Si duket i ashtë më. Se në sa di që në Angli i kapin me shtëpia bar i plot atje dhe i lirojnë për brenda pak ditësh. Po këtu ky veti mësoi edhe veti i grëposi. Veti mësoi që më bën edhe vet në drejtë fut në burg. Nëse do kishte kushte ekonomike, punë djali jot, do ishte marrë me këtë aktivitet? As kur në botë. Nuk do e tundonte këtë? Kush është që merret të ketë punë, ketë tarë kush është që merret. Unë para bëj punë, s'kam frikë kanë, por i qetë, rrej qetë, e qetë i shpesa kjo me frikë është. Në thash dhe herë, unë një gjanë garantoj, në qoftë djalim, del me grup shoksh, del me jetë mark, del me kado, me grup shoksh, unë pare ka baj edhe në burgën, trusë ati. Ka ja me gënë si të plët. Në s'ka lidhje fare as me grup shoksh, as me jetë me markun, as me... Këtu është shtëpia jote, Mark, ë? Këtu ka ardhur policia, ka bërë kontrollin? Policia ka ardhur. O fut mrena këtu ke shtëpia? Po nuk e rënë bon, deri ka qenë aty. Në ul. Po ka policia në këtu. Ka në mbi një orë 6 orë, po? Po. Po jetë mirë. Jetë mirë ka qenë aty. Ka qafër? Ka qafër, 15 metra, 100 metra. Kush jeton aty? Ne do të kushën jemi. Me këtë distancë, po mirë.
S'ka arë policia mi pyet kush janë që bëjnë me i kërku llogari a mark, ti ke qenë atë ditë tu? Kam qenë ditë, Po s'ka thënë policia ore. Policia ka ardhur aty. Ha, Ka qenë vllai im jetë mirë me kushtet e vet. po, Edhe tani ti gjysore vllai im edhe ka i ke shtëpia vet. ku e ke shtëpinë ti? Edhe më tjenë tonë. Ka jo me tjegullat kuqe? Po. Ega më tjetë, tani vllai im ka një këtu, ti gjysore. Edhe se ka cënu as policia, as kërkush dhe ka i. Ai kushini jot ka qenë këtu? Po vjen rri për shef vera se ka. Ai e ka këto kullën e vet këtu të prishme, ha? Edhe ka bën një si tip shtëpie të vogël. Ha? Për verim. Dhe këtu Ka qenë tu, ka qenë gjysore. sa policë kanë qenë këtu kur kanë ardhur? 7 policë. Jesus, kam qenë. Po mirë. Kur u kujtua policia për jetë mirin? Pasi ka i Miri ka hik jo me vrap. Miri ka hik qetësisht vetëm. Kush që çaj ka një pilon, edhe organik kish më mirë. Ke kushëri kanë bo kontroll? Ke kushëri kanë bo kontroll? E çamara. Po andej. Ke ju kanë ardhur mrapa? Po, kanë ardhur, kanë bërë kontroll dhe kanë qenë 2 fëmijë të vogël të jetë mirë. Po. Kanë qenë kush? Kanë qenë 2 fëmijë të vogël jetë mirë, njëri 5 vjeç dhe tjetri 3 muaj. Edhe kanë bërë kontroll, ka traumatizuar dhe fëmijët me armë me gjana. Kanë filluar fëmijët duke qajt, edhe në dokumenta nuk e paraqisin për shembull se kanë bërë kontroll. Nuk e paraqes. Do na çosh ke shtëpia jote? Po, tani. Hajde ti. Kemi ardhur në shtëpinë e Jetmir Markut për të takuar babain e tij, i cili sipas letrave të policisë është një nga personat që ka dëshmuar se Jetmiri ka qenë atë ditë me Endri Çuk. Po ky është tek letrat e policisë. Kemi ardhur ta pyesim vetë drejt për drejt çfarë lidh djalin e tij, Jetmir Marku, me kultivimin e kanabis sativa në fshatin Batër të njësisë administrative FAN në Mirdit, dhe çfarë lidh atë me Endri Çukin në këtë aktivitet kriminal i cili është i dënueshëm sipas kodit penal të Republikës së Shqipërisë. Përshëndetje. Përshëndetje. Cila është e vërteta juaj dhe djalit juaj? Atëherë vërteta ime kjo që unë me datën 12 korrik në darkë në orët e vona, në orën 8 darkës, ka ardhur policia dhe më është prezentuar shefi kemi quhet Vladimir Laska. Ke porta më prezentu, jam shefi kemi. Edhe unë kam net, ka ardhur ashtu këtu në borë, edhe as pak minuta bisedë me ka thënë, ke gjë të palish me mëna? Jo, i kam thënë. Mund të futem me ka dush futem mëna. Është fut mëna, ka bë kontrollin, ka dalë. Ka kërku Jetmirin, pa më bashkë dhe shpjegimi, pa më thënë asnjë gjë, pa më thënë asnjë arsye, dhe si tillë është largu dhe ka kërku gjithmonë ta. Unë gjithsesi nuk më shkoj menja. Kur atë ditë kishin arrestuar djalin e Margacubit, Endri Çupin, me 20 rrajnë. Unë Endrin e Margacubit dhe Margacubin e kam shoqë kushane, e kam këtu, por në lidhje me këtë pjesë nuk ka asnjë gjë në mënyrë kategorike absolute. Kush nuk ka? Miri, Jetmir Marku. S'ka lidhje. Fare, këtë botë nuk ka lidhje. Po pse thot policia se një Tashti duhet dalke policia. Tashti policia. Njëri prej tyre ti i ke thënë që ka qenë djali jot me Jetmirin. Po nuk ka pretendimi jam kjo që nuk më marr mendje që ka budall në rrugë Shqipërisë mund të hyrë për djalin e vet që ka qenë me ta ku s'ka qenë. Palemo si s'ka qenë fare. Po mirë, më fal që të pres tani. Po. Ne takuam Markun, babain e Endrit. Po. Ne pranoj ai. Ti thu djali im s'ka qenë. Marku tha po djali im e ka bërë të aktivitet, ka arsye për ta bërë, është e dënueshme, le të mbaj përgjegjësinë. Tani puna e Jetmirit dhe kjo bisedë që pretendon ky polici që ka bërë me ty. A ke firmos diku? Absolutisht. Jo. Në mënyrë kategorike absolute nuk kam firmos asnjë gjë dhe nuk bën fjalë e punë. Por polici ka qenë kështu problemi, zotëri. Ata kanë ardhur ditën e parë kanë ardhur 2 ditë, nuk e di sa kanë qenë, kanë në filmu me dron. Dhe kanë pa parcelat. Mbas tani a di që është bërë arrestimi, kanë ardhur mjes herët policia dhe kanë zhurmu. Sigurisht që me sa duket se më kanë thënë se di, sa është e vërtetë ata kanë pa persona në parcel,
Po në momentin që ky Vladimir Laska ka zënë Enershupin, ky ka shtej në Rumune. Nuk e di çfarë, diçka shtej. 4 herë. Sigurisht ata kanë shumë punë vet. Kurse djali im ka qenë keq shtëpia. S'ka pa lidhje fare me këtë punë në botë. As me thanit e mia, as me thanit e policisë, edhe keqja gjitha të këshia për kjo. Që unë jam shumë mirënjohës për të pjesë për arsye sepse unë nuk kam gjetë kunder, as vend, as prurori, as gjykat, se kujt i thom, si ti thom, çfarë ti thom. Arsye, është kjo, se po ti thom e të kërkoj oficerin e krimit, për shembull, ta zëm këtë që është ky, ai thot nesër mos më thot, ku ka thënë për mua që ka thënë që janë bashkëpunëtor, djalë im, si ka mundësi? A ka bab që mund ta thojë atë? E surt ke çan. Pa ja ke thon këtij polici? Mos mot fjalë, mos më ka shumë s'ka mbajë bisedë. bisedë. Ata pyet njëria ditë që Absolutisht. ka qenë Jo. mirë me kë ka qenë? Fare, masa në këtë botë, nuk është bajë Jo pjesë. Vladimiri, polici tjetër. Absolutisht. As Vladimiri, as Pavlin Shponi që quhetaj, as një ndapa e sekundë nuk e njoh. As një të deme. Dhe di me thënë tjetër që absolutisht më ka dërgë absolute. Që ai vetë shefi krimive dhe djali jam, as ky nuk është njeh. Djali jam, asaj nuk e njeh djalin tim në vet pas. Nga këta në identifiku djalin tatë? Djali jam ka qenë kështu. Ka qenë tonet që është para shtëpisë Margacupit ku e baraka që keni pa ju pa genial. Ka tonet. Edhe ky ka pa policë shumë, ka qenë shumë policë në Borë. Edhe ky ka thënë shkoj, ky ka thënë më shku. A hajt më ti trazë se po si. Ai ka ardhur nëse për këtë shtëpi. Në moment që nisë shtëpia ka shku dhe ka pyet të zonë e shtëpisë, ato që ishte ajo atë. E ka pyet dhe i ka thënë, ku ishte ky? Unë realisht nuk i kam prit hala në jetën time, se ka le. Nuk kam prit hala në jetën time, jetë mirë, po jetë mirë. Është jetë mirë Marku. Ku ka shpëti shumë dhe kanë trak për udhë drejt tu. Unë u behasova u habita. Por problemi bëndin për ato, pra sepse unë si principal se disa gjëra janë edhe sigurt. Pyetja është pse jetë mirë nuk u dorëzua. Erdhën ata këtu? A se morë do të mirin të thoshin që ore hajde. Ore, nuk me shpjegun, po falendet. Nuk shpjegun, atë nuk shpjegun asë i gjanë, asë vetëm se ata ishin si gjandarmeria e zogu të shugujën. Me armatim, me gjanë, thoshtë të edhe unë që bona, unë bona këta. Bona punë më të kesi që ka bo kush, e kam bo unë te, unë bona për nova heshtjen. Heshta. Ata heshtjen ma këthërën në aprovim. Po si ta këthy në aprovim? Po aprovu se më bon letë ata. Ke bo deklarime në polici? Absolutisht. Asnjë? Jo, kam bo deklarime, ka një policë, një... Firmos në një të shërë? Jo, asë një shkres absolutisht. Firma ime nuk është. Jo. Vetëm ka një për të qishmi nuk e kam me emnin tash për momentin shefi i policisë të zonës tonë ka ardhë dhe më ka marrë pyetje, më ka thënë ku është mirë nuk ka këtu, për arsye sepse unë uti zot. Ku ishte jetë mirë aty? Nëse ku kishte hik jetë mirë? Nëse jetë miri kishte qenë ke baraka ngjitur me shtëpinë e Margacupit. Erë ku shtëpia? Erë ke shtëpia këtu. Fill mos erë ke shtëpia, erë ta ky pas erë më shtat punë. Se mua do të dakë normal që çdo është dhe Ku hiku? Biku më pundet në fond. Në fond, dejtë në fond. Në më dejtë lashe djallit, ku gjithë se pa djallit, ishte me djallit në fond. Ishte në rësen, unë kam qenë me ta. Po të nesër me mëse su dorëzu? Nuk u dorëzu gjithë njësë, po shkon gjanë shumë, nuk e nuk nashë menja, se po ishte në shumë. Këto për da ditë, sikur këtë kishte bo një krim. Sikur kishte bo një krim, direkt, letat në provuri, direkt provuria arrest. Po që arrest pas i probë, ku ke probë. Qa provash? Si nuk e provën këtë botë s'ka, vetëm sa njëri sa gjatë. E këta ka po vetëm a i që Vladimir Laska. Me jene vetë, në qovë se kjo edhe këta ta ka pa me filmike? Keni marrë ju pa me filmike? Si nuk e pa me filmike s'ka më. Ka tabulate telefonike? Kush? Për jetë mirin? Jo. Qa pretendon sot ti si babaj? Unë babaj i jetë mirë kërkoj këta. Në që jam para medjes, unë kërkoj këta. Në qovë se, në gjithë akuzën që ka dalë, është një vërtet të bëj burë, një. 2. Në qovë se ka ekspertizë në botë, që të gjojnë djalin tim që ka hinë, vetëm ka shkelë kamatin herë, njëtë në vetë në venë, njëtë në vetë të bëj burgun, njëtë në vetë në venë, se ka di. Nuk ka hynë. Njëtë në vetë, shkelë venë, atë venë nuk e ka, njëtë vetë e bëj burgun. Nërështë që ka mundësi, me që unë mund të bëj tjere. Po tjetër. Unë me që jam këtë pozita, unë jetën teme nuk kam kaluë momente ma vështira, ma depresioni sa kam le. Që të thotë? I bëj tjere. Po pse? Pse i ke kaluar? Padësisht, pas si lloj ditës kam me të rast. Nuk kam lloj ditën që të pjesë në botë, nuk kam lloj ditën këtë botë. Nuk kam lloj ditën që të pjesë. Lidhje ti prokuroria thot ka lidhje djalë jot. O, ata kanë shkruar se ta prokuroria kanë ditë, ka dalë një histori tjetër zoti. Prokuroria shkrua romane. Romane. Çfarë do thotë romane? Do të thotë romane, do të thotë shuleta kot palidhje. Po i ndeta palidhje po shkruaj.
S'ka lidhje fare, nuk ka asnjë bazë, nuk ka asnjë fakt, asnjë provë. Si shkruan ato lidhje? A ka njoft djali jot oficerin e policisë? Kur, një jetë vetë se ka pas, një jetë vetë. A ka njoft një nga ato policë që kanë ardhur këtu keni? Asnjë një jetë vetë si ka pas. Po ata Jetmirin kanë pas mundësi. Asnjë jetë vetë se nuk e njohin sot. Çfarë me zarkun? Si kanë identifikuar Jetmirin? E kanë pyet sa kanë të shoqën aty, kanë thënë kush është ky djalë filani. Kaq, me një fjalë. Kanë pa ata në për zonë, njerëz që kanë luajtur. Tash si ka Ka pas dhe njerëz tjerë që kanë luajtur në zonat. Po tjetër që po kanë luajtur në zonë, ata kanë hik mund vetë se kanë shik ky ka shik të volë. Ata hik mund vetë ata. Kur si ky ka as jam duke jam për gjë, hajt vike ky. Çfarë kërkon sot? Unë kërkoj sot. Ministri Manja. Ministri Manja, hoxha. Të mirojë nga kjo tram ka shënon se usi ka bëshku. Smje kush e vap, smje kush llori. S'ka derë kun hap. Qose bën fjalë që mund të ketë drejtësi në Shqipëri, o është ky fakt. Ku ndërkohë un kam fakte të tjera që kam pyet njerëz, kanë zënë në Rosh, e kanë marrë 11 muaj në burg, e ka dalë pa lloj lidhje me këtë botë. E kanë arrestuar për kanabis dhe ka dalë nga shtëpia. I pafajshëm absolutisht i pafajshëm. E ka bobu 11 muaj, e ka dalë i pafajshëm. Ti si do zohem tash? Unë do të zgjat tash në shtëpia me 2 fëmijë. Me 2 fëmijë. Ejoj. Me 2 fëmijë. Unë kam punë. Urdhë? Kush po i ma fëmijët e jetës? Nusja vet. A është e vështirë për ju tani? Shumë e vështirë, nuk përballohet, është e paprballueshme. Nusja jam punë. Ekonomia juaj këtu me çfarë mbahet? Ekonomia ime mbahet me punë, un kam punu, kam blertori, kam mbajt, kam punu vetë në shtet disa kohë, kam punu me landosore, kam punu me gjithçka dhe kam marrë deri sot. Sot jam zotëri, un s'kam bërë shkollë te zotëri Manase jam. Veç kam qiellin e re, s'kam të gamanat. Un veç me dal mal, s'kam ka shkollë. Do më thënë, unë për vetën teme në opozita nuk e njoh vetëm më në pozitë. Se ke pa asë në kohën e komunizmit, e? Jo, unë e majmen shumë, nuk ka ndodhë. Nuk ka ndodhë që të futet një policë, 2 policë, e deklarojnë, deklarat të rajme, që të futet që të një burg, kjo s'ka ndodhë, vetëm me mu ka ndodhë. Unë nuk e majmen. Kam pas në i qëllim, qa mendon ti, çfarë qëllimi ka një? Qëllimi aty në qana këshumë, zotëri. Qëllimi aty në qana këto, dashkan, qana sa duket pasan plana, ku dhjën se qana ky plan, sepse ai, ose bjen në posi, ose rritet në posi, që ose kapet një person njëri. Po një e kanë kap, apo duheshin 2? Duheshin 2, sepse ky bani bujo, njoftoi, bani këto. Edhe ky tash mjetë si më thon, unë ti zotri, unë me pasuam, unë habitem, mu më duket marramense, mu më duket e papranueshme, mu më duket një gjë që unë për veten time si person si njeri. Jam një njeri që kam shumë besim, edhe ke drejtësia. Kam shumë besim edhe ke shteti. E respektoj shtetin. Po që të mbajmë këtë punë. As kote me skanod, që të mbihet bëj historieta e mu, romane, pa që në kërkon, unë se kuptoj. Të më gjeni provët, të futë gjatë në burg, të për 4 orë Shemburg, direkt nuk bot fjale e punë. Për 4 orë Shemburg, shkoj direkt vetë, nuk bot fjale. Shkoj pas në fakt. Me djali çat ka thënë? Djali ka thënë si shkoj, ka të shkoj, del mal, të i shafër. A djali bilis, unë kam shumë respekt për djalin, për një arsye. Sepse kur ka deklaruar policia që baba vetë ka deklaruar që është bashkëpunëtor, a djali po të ishte djali tjetër djali, jo djali im, ai mund do më kishte shumë në spital gjeneral direkt. Me të drejtë zotit. Se ka thënë, sipas më thanë baba vetë se ka çet djali bashkëpunëtor. Ta djali në atë moment? Absolut, po djali di shumë mirë, se s'ka djali, nuk më baba vetë, nuk ka budak. Ai nuk më çet të them. Thonë se kam thënë se nuk ka shkumenja. Se s'ka prit. Akuza është ngrit nga prokuroria bazuar në këto dëshmi. Akuzën e ka ngritur zotnia, ka ngritur ai që quhet Vladimir Laska. Ja ka shkuar prokuroria. Prokuroria më shkruan vjersh atje, se ka pasur kohë bolta. Pa i zbon gjysori sot në Shqipëri. Sa do bëjnë romane atje në kompjuter, internet e kompjutera, e gjona ka plot. Ka pas problem djali jot. Djali jot këtu ka pas problem me herë tjetër me. Jo. Jo djali jam pas si fëmijë të mi deri më sot nuk kanë asnjë problem. Këtu në Shqipëri. Asnjë. Okej. As për kultivim as dyshuam as. Jo. Okej. Se çfarë mendon, ku ti çfarë mendon? Jo, flas, ky është rasti i parë që ju ka përballë me drejtsinë në Shqipëri. Që quhet Vladimir Laska. Unë nuk kam mujt me pa. Unë nuk e kuptoj. Po mirë, Endri Çubi pretendon se i ka treguar një video ky Vladimir Laska. Kjo video, a është bërë pjesë e procesit, a është bërë video për procesit hetimor gjyqësor? Deri më sot jo. Është e vërtetë që ka bërë dhe ka dhënë videon e ka dhënë Endrit Margacubit, Endrit Çubit. E ka dhënë burri videon. Edhe nëse kjo është, unë s'kam ndonjë problem, unë jam këtë komod dhe të bëj burr. Bëhet ekspertizë. Por nëse kjo nuk është, si mbi në qafë. Se s'kam bëj lidhje. Ora se do të bëhet. Sigur toka qilla të bëhet bash. Unë ishte pjesë nuk kam bëj lidhje. Falenderoj për intervistën. Faleminderit. Shumë faleminderit. Si e përshkruam prokuroria dinamikën e ngjarjes në akt akuzën e ngritur për Jetmir Marku. Punonësit e policisë komisariatit Mirdit janë vendosur me shërbim pasi në datë 10/7/2024 nga shërbimet e komisariatit
Gjatë kontrollit të ushtruar të grupeve të kontrollit të territorit me pajisje fluturuese dron, në vendin e quajtur Përroj Batrave, njësi administrative Fan Bashkia Mirdit, janë konstatuar me distancë rreth 50 deri 100 metra nga njëra tjetra 7 hapësira të shpyllzuara, të përshtatura si parcelat, në të cilat janë konstatuar bimë të dyshuara Cannabis sativa. Duke qenë se në atë vend ndodheshin 7 parcela, terreni ishte shumë i thepisur. Shërbimet e policisë kanë vendosur të mbanin nën vëzhgim vetëm një parcel, e cila në dukje kishte ditë pa u itur dhe ishte në qendër të parcelave të tjera. Grupet janë vendosur me shërbim brenda në parcel me datën 12 korrik 2024 rreth orës 4 të mëngjesit. Ndarja e punonjësve është bërë në 3 grupe me qëllim mbajtje nën kontroll të parcelës dhe kapjen e autorit apo autorëve në flagrancë. Punonjësit e policisë Vladimir Lasku dhe Paulin Shpani janë vendosur në anën nga Përroj për të mbajtur në vëzhgim personat e dyshuar të cilët do të afroheshin në parcela. Rreth orës 18 të datës 12 korrik 2024, në një shteg përballë vendit ku ndodheshin të vendosur punonjësit e policisë, Vladimir Lasku dhe Paulin Shpani kanë kaluar në këmbë 2 shtetas të moshës rreth 25 dhe 30 vjeç, të cilët janë fiksuar si fytyrë dhe paraqitje nga punonjësit e policisë. Këta 2 persona mbanin të vendosur në kokë kapele sportive, ku njëri prej tyre mbante të veshur kapele ushtarake në kokë dhe bluzë me krah të shkurtra, e pjesën e sipër me ngjyrë gri me mbishkrimin bench dhe pjesën tjetër të bluzës me ngjyrë të zezë, ndërsa shtetasi tjetër mbante të veshur në kokë një kapele të bardhë dhe bluzë ngjyrë blu me vija. Këta 2 persona nuk njiheshin nga punonjësit e policisë, por ata kanë vazhduar ecjen në këmbë në drejtimin që korrespondonte me vendin ku ndodheshin parcelat e tjera që i ishin aty pranë. Shërbimet e policisë kanë dëgjuar dhe kuptuar se të 2 persona që kanë kaluar afër punonjësve të policisë kanë shkuar dhe ju kanë shërbyer bimëve të dyshuara Cannabis sativa, të cilat ishin në një parcel disa metra larg vendit ku ata ndodheshin me shërbimin Grack. Punonjësit e policisë Vladimir Lasku dhe Paulin Shpani, pas një pauze kohore rreth orës 19:30 në parcelën që po mbahej në ruajtje nga punonjësit e policisë, është afruar një shtetas, i cili ishte konstatuar më parë nga punonjësit e policisë, i cili kishte të veshur në kokë, ai mbante kapelen ushtarake dhe bluzën me krah të shkurtra me pjesën e sipër me ngjyrë gri me mbishkrimin bench dhe pjesën tjetër të bluzës me ngjyrë të zezë. Në momentin që ky shtetas është afruar, ka marrë tubin e ujit dhe ka filluar të ujisë bimët e dyshuara Cannabis sativa. Menjëherë në këtë moment, punonjësit e policisë kanë ndërhyrë për të bërë të mundur kapjen dhe neutralizimin e këtij personi. Por ky shtetas ka tentuar të largohet me vrap në një distancë rreth 15-20 metër. Është bërë e mundur kapja në flagrancë e tij. Ky shtetas, i cili mbante të veshur në kokë kapelen ushtarake, ju është prezantuar punonjësve të policisë me generalitetet Endri Çupi, i datëlindjes 10/9/97, me banim në fshatin Batër, rreth 200 metra në vijë ajrore larg vendit në të cilin është shkapur nga shërbimet e policisë. Gjatë kohës që shërbimet e policisë të komisariatit Mirdit po kontrollonin në banesën e Endri Çupit, në lëndinën përballë banesës së këtij të fundit, është afruar një person rreth 30 vjeç, i veshur me të zeza, i cili sapo i ka pikasur shërbimet, ai është larguar me qetësi nga aty. Ky person i cili u afrua dhe më pas u kthye në rrugë, ishte i njëjti person që ka qenë në shoqërinë e Endri Çupit për të kujdesur për bimet Cannabis sativa. Person i cili është fiksuar mjaft mirë kur ka kaluar në afërsi të punonjësve të policisë Vladimir Lasku dhe Paulin Shpani. Pas konstatimit të këtij personi afër banesës së Endri Çupit, ai është identifikuar nga ana e shërbimeve të policisë si shtetasi Jetmir Marku, i datëlindjes 11/3/1991. Shërbimet e policisë kanë komunikuar me shtetasin Nik Marku, babai i Jetmir Markut, dhe i kanë kërkuar të njoftonte të paraqitej djali i tij, Jetmir Marku, për të pyetur për ngjarjen, por Jetmir Marku nuk është paraqitur. Në vijim të veprimeve hetimore dhe procedurale, është ushtruar kontroll në banesën e shtetasit Jetmir Marku në fshatin Batër, ku gjatë kontrollit banesës së këtij shtetasi, Jetmir Marku nuk është gjendur i pranishëm në banesë. Po mirë, djalit ka thënë gjë, i ka tregu polici në një video, i ka tregu në një element që... Djali me ka thënë që i ka tregu video, po të thot, a tha që janë 3 persona. Po? Nuk njihen, nuk dallohen. Nuk dallohen? Ja, me që... I ka tregu, po? Po, nuk dallohen, se i vine ka kap shkuimin e këto zëmë shumë me në po në të kalu atje.
Në distancë, po? Po, edhe këtu, Vladimir Lasku nuk e ke... Mu më thash njerë, mu më bigel marak që avokati me tha që kanë dashën e kishë dhe pesën tambulatet. Edhe në tambulate që sigur s'kanë gjanë. Tambulat duhet. Mirë, përgjegjësinë e ka marrë vetëm djali jo. Apo jo? Po. Për këto, Po. këtu. Nga kanë dalë të tjerët, nga ka dalë jetë miri. Ato nuk e diun brother, ato di ai burri që ka fut pa adres, pa lidhje fare, vetëm jam mushmena e ka pa në rrugë, kush në filani, po dhe ka fut më shponim. A ka shprehur pendes djali jot për këtë vepër që ka kryer? Gjerimi ka pranuar, falë vetë ka pranuar. Ka pranuar. Kjo kanë kap. E ka pranuar falë vetë edhe këto e kam mirë për hall. Edhe për hall i bani sak, unë s'kam dëgjuar. Dikush është paradoksi në këtë histori. Është që këtu kapen njerëz pa mbrojtje, njerëz të cilët s'kan lidhje me policinë dhe çuditërisht në përgjimet e Spakut, metamorfoza dhe këto përgjimet ku përfshin drejtues policie, na del që në vitin 2020-2021 këtu në zonën e Mirditës mbillej me garancinë e drejtorit policisë qarkut Lesh, me garancinë e shefit komisariatit, me garancinë e shefave të krimeve dhe nga organizatat konsoliduara kriminale dhe nga grupe kriminale. Tani i bie që djali jot s'pas ka pas... S'ka pas me garanci për 20 ronj, për 20 ronj. S'ka garanci për 20 ronj. Ato... S'pas ka pas... Tani nuk është vetëm djali Markshopit në Mirdit. Se që ban metamorfoza, që ban Spaku... Jo, e marrë vesh pra, këtu... Ato Ato parcela s'ishin kap atëherë. vetëm pani ka 16 fshatra. Ato parcela s'ishin kap 2020-2021 po them, që dali me përgjim. Ndërsa këtu me 20 rronj, kur do policia me të kap, apo jo? Edhe me 20 rronj. Po thamun për 20 rronj, ka pas punë e Gjithsesi është një vepër penale që sipas legjislacionit është e dënueshme. Ai e ka Po pranuar. duhet të thojë një gjë tjetër, që këtu janë mbjell me parcela me hektar edhe si ka lujt njeri. Me sa duket rregulli pas ka qenë që po nuk mbolle me hektar dhe nuk more garanci, mu më vjen natë. nuk do të kapin. Mu vjen natë për këtë. Po e mbolle 20 rronj dhe 50 rronj do të kapin. Mu vjen natë për këtë. Që pse mbajnë akuzat e tjera pa i pas, ata që kam, e ka bën punë, ka bën atë punë ka pranuar, pse më shtën tjerat, ose pse fusin vënë këti, tani janë tash fusin në konflikt edhe me këta. Doshë konflikt tje. Do lëmë kërkë Më që në konflikt, se tani thotë bashkëpunëtor, bashkëpunëtor, paçën e herë mjet në vetëm me punë, përveç se bashkëtar. Jetmiri me çfarë merrej në atë periudhë, në verën e vitit 2024? Ka dy fëmijë më të vogël, Po. mo dy fëmijë të vogël. Rindesh, Ka rindesh, ka fëmijë në kopsht. Ka djalin. Po në atë periudhë ka qenë këtu me pushime, ke familja juaj? Ka erdhë ka bën vaksinën se Po. në mirë ditë ka me bën vaksinën në Rashen. Po. Ka qenë në Rashen, ka bën vaksinën edhe tabulati telefonike ka antena Rashenit. Që ka qenë në Rashen, edhe ka erdhë në fshat, ke shtëpia vet, në Batra. Edhe ka net aty, ka dal ansjell. Kur ka ngjuar krismat, ka prikë shtëpia vet, ka ke shtëpia e kushinit vet. Edhe ka po ende në arrestum. Edhe ka një gjyqësore me policinë aty e gjitha. Në distancë, jo Në afër. distancë, Po, në 20 distancë. metra, 20 metra distancë maksimumi. Edhe e ka po shumë e policia dhe nuk ka thënë asnjë fjalë për jetë mirë Markun. Asnjë lloj gjëje. Pastaj ka jetë mirë Marku ka ikë në shtëpi, edhe ka dalë në kërkim sipas Vladimir Laskut, se don Vladimir Lasku e Paulin Shpani. shkurti shqip, ai ka dash me kry punën e vet, e kapi kush e kapi, haj kush e haje, edhe me dal vet, se bona namet bona karrierë. Edhe funit, gjykata Çfarë kërkoni ju? ne kërkojmë që prokuroria të bëjë punën e vet. Cila është puna? Puna është të hetoje sukën gjanat për të hetu. Të riktheje çështjen, të Tambulate, marrë tabulat, gjana. të marrë tabulat të jetë mirë Shumë Marku. sheti gishave. I ke sigurt kanë shekë, Jo më të marrë për shembull shivet një gjë më të thjeshtë, të bëhen të rihetim prap. Të marrë ata telefonin i Mirë Markut. Nëse i Mirë Marku i del në këtë parcelat se është kap, se ka kap policia. Edhe parcelat atje thotë Mark. Po, edhe për ato tjerë, nëse i del një tabulat, nëse i del një vendodhje, nëse i del një gjë, i Mirë Marku atje të dënohet i Mirë Marku, s'ka problem. Nëse i del një gjë, e ka shumë thjeshtë, antena e ka 500 metra sipër. Antena tjetër është aty. Ti bën Janë afër antena. Po, ti bën ato dy antenat bashkë, ta nxjerrë vendodhjen e mirë, sa shumë e thjeshtë me nxjerr. Nxjerr kushdo vendodjen. Ta nxjerrë vetëm të drejtën. Sipas prokurorisë, është administruar në cilësinë e provës materiale, proces verbal i seancës së caktimit të masës së sigurimit personal, përgjatë të cilës personi nën hetim Endri Çupi ka deklaruar se e pranon akuzën dhe se gjendja shëndetësore e ka shtyrë
pasi ka probleme me syrin dhe ka kërkuar dhe punë por nuk e kanë pranuar. Ditën e ngjarjes është përgjigjur që nuk ka qenë person tjetër me të. Po ashtu është administruar përgjigje nga SHK-ja me shkresën numër 360 fraksion 1, datë 2/8/2024, lidhur me statusin juridik të sipërfaqeve të tokës sipas koordinatave që rezultojnë nga kqyrja e vendit ngjarjes, ku të 7 parcelat e dyshuara janë me pronar Bashkinë Mirdit. Është kërkuar informacion nga kompania One Albania dhe Vodafone Albania lidhur me numra celular në përdorim të Endrit Çupi dhe Jetmir Marku. Me shkresën e datës 5/8/2024 të One Albania është administruar përgjigjese në emër të shtetasit Jetmir Marku, rezulton numri me 06840 me 996 në fund, i regjistruar, por që në datat 1/4/2024 dhe 12/7/2024 si periudhë referuese me interes për hetimin nuk ka rezultuar asnjë thirrje hyrëse apo dalse, ndërsa për shtetasin Endrit Çupi nuk ka numra celular në emër të tij. Me shkresën datë 6/8/2024 të Vodafone Albania është administruar përgjigje sipas të cilës në emër të shtetasit Endrit Çupi rezultojnë numra celular 2 të regjistruar, kurse në emër të shtetasit Jetmir Marku rezultojnë numra celular 4 në total të regjistruar. Nga proces verbali i kqyrjes së tabulateve për secilin nga këto numra telefoni rezulton se vendodhja e tyre është në Domgjon Mirdit, që i referohet datës 12/7/2024 për të dy shtetasit Endrit dhe Jetmir. Sipas certifikatës familjare, ta dy shtetas jetojnë atë zonë, pra në fshatin Petoq, që është fshat në afërsi të fshatit Domgjon, ku është pozicionuar dhe antena, e cila ka kapur vendodhjen e numrave në përdorim të këtyre shtetasve. Konkretisht, punojnësi i policisë tot prokuroria Paulin Lapi ka deklaruar se gjatë veprimeve procedurale që po kryenin, babai Jetmir Markut i ka thënë se me të ka qenë dhe djali i tij me Endrin, pra Jetmiri. Është marrë deklarimi i shtetasit Endrit Çupi, në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetimet, i cili ka deklaruar se e pranon akuzën dhe faktin penal, por vetëm lidhur me një parcel, që është pikërisht parcela ku është kapur nga policia, për të cilën dhe është kujdesur. Kanë qenë rreth 20 apo 23 bim për të cilat mban përgjegjësi, por mohon se kush i ka parcelat e tjera. Lidhur me shtetasin Jetmir Marku deklaron se e ka komshi, jetojnë në të njëjtin fshat dhe me atë nuk ka kaluar fare në atë rrugë. Ky deklarim, thot prokuroria, bie ndesh me të vërtetën e deklaruar në raportin e shërbimit dhe gjatmarrjes në pyetje të punonjësve të policisë, ku janë parë dy persona. Nga akti i ekspertimit 26/7/2024 është përftuar një gjurmë papilare e vlefshme për identifikim e gjetur në sendet e plasmasit të gjetura në vend ngjarje. Por, nga akti ekspertimi krahasues të datës 12/8/2024, gjurma është formuar nga pllëmba e shtetasit Adrian Jaku, një nga punonjësit e policisë që ka kryer veprimet e para procedurale hetimore në vendin e ngjarjes. Janë administruar dokumentat lidhur me personalitetin, gjendjen civile, familjare e gjyqësore të personave nën hetim, nga ku rezultojnë të dy të padënuar më parë. Sipas prokurorisë, kultivimi i bimëve narkotike parashikuar nga neni 284, paragrafi 2, me burgim nga 5 deri në 10 vjet. Të vetmet prova që rezultojnë për prokurorinë bindëse janë fjalët e punonjësve të policisë, Vladimir Lasku dhe Paulin Shpani, të cilët pretendojnë se kanë shquar duke ecur së bashku me Endrit Çupin në rrugë shtetasin Jetmir Marku. Çështja pritet të kalojë për gjykim dhe mbetet për të parë se çfarë do të vendosë gjykata e Lezhës për fajsin ose jo të personave të akuzuar për kultivimi i bimëve narkotike e kryer në bashkëpunim. Për shtetasin Endrit Çupi dhe Jetmir Marku, i pari ka pranuar fajsin për 23 bimë, ndërsa i dyti mohon përfshirjen në kultivimin e bimëve narkotike.